Dituria është stolia të pasurve dhe pasuria e të varfërve. Kjo thënie ndriçuese nxjerr në pa vlerën dhe rëndësinë e pamast të diturisë në jetën e individëve, pavarësisht nga statusi i tyre social apo ekonomik. Për të kuptuar më tej thellësinë e kësaj thënie, do t'i drejtohemi Kuranit për shpjegim. Allahu thekson rëndësinë e diturisë në ajete të shumta. Në surën Zumer, ajeti 9, Allahu thot: A janë të barabartë ata që dinë me ata që nuk dinë? Ky ajet nxjerr në pa dallimin ndërmjet atyre që posedojnë dije dhe atyre që u mungon ajo, duke theksuar epërsinë e të parëve. Përveç kësaj, në surën Mujadila, ajeti 11, Allahu thot: Allahu lartëson ata që besuan prej jush, i lartëson në shkallë të lartë ata të cilëve u është dhënë dituri. Ky ajet nxjerr në pas statusin dhe nderin e lartë që u jepet atyre që posedojnë dije dhe besim. Ajo përforcon më tej idenë se dituria është një mjet i lartësimit dhe zhvillimit shpirtëror. Tani, le të mendojmë mbi mesazhin ndriçues të përcjell nga Imam Aliu në këtë thënie. Së pari, deklarata pranon se njohuritë nuk kufizohen tek individët e pasur apo të privilegjuar. Është një thesar i arritshëm për të gjithë, pavarësisht gjendjes së tyre financiare. Në fakt, dituria mund të shihet si pasuria e vërtetë të varfërve, pasi i fuqizon ata të kapërcejnë rrethanat e tyre dhe të përmirësojnë jetën e tyre. Për më tepër, kjo thënie nxjerr në pa fuqinë transformuese të diturisë, shërben si një zbukurim për të pasurit, duke rritur karakterin e tyre dhe duke u mundësuar atyre të përdorin burimet e tyre me urtësi. Njohuria i pajis ata me mirë kuptimin dhe aftësinë dalluese për të marrë vendime të informuara dhe për të kontribuar pozitivisht në shoqëri. Për të varfrit, dija është një mjet çlirimi nga prangat e varfërisë. Ajo i fuqizon ata të fitojnë aftësitë dhe ekspertizën e nevojshme për të përmirësuar gjendjen e tyre financiare. Nëpërmjet arsimit dhe mësimit, të varfrit mund të thyejnë ciklin e varfërisë dhe të krijojnë një të ardhme më të mirë për veten dhe familjet e tyre. Imam Aliu i inkurajon muslimanët që të kërkojnë dituri dhe të njohin vlerën e saj, pavarësisht nga rrethanat e tyre sociale ose ekonomike. Kjo thënie shërben si përkujtesë se dituria nuk kufizohet në një grup apo klasë të caktuar individësh. Është një bekim universal që ka potencialin për të ngritur dhe transformuar jetët. Si përfundim, thënia e Imam Aliut thekson rëndësinë e diturisë si një stoli për të pasurit dhe pasurinë e të varfërve. Ai nxjerr në pa fuqinë transformuese të diturisë dhe aftësinë e saj për të fuqizuar individët pavarësisht nga statusi i tyre social apo ekonomik. Si musliman, ne duhet të përpiqemi të fitojmë dituri dhe ta përdorim atë për të përmirësuar veten dhe shoqërinë në tërësi. Allahu na dhënë urtësi dhe kuptim për të kërkuar dituri dhe për të përfituar prej saj.